Se një femër e fort s'tu hic me rrezoj. Tash sa vite e mbyllur me detare me grila. Pa marrë parasysh sfida, sprovat, munën e koha është e shkurt Dashur, faleminderit shumë që gjete kohë për me më taku, jam shumë e lumtur që je këtu me mu. Unë e kam dëgju për çet libër që e ke botu, këto e mbyllur në vetmi me poezi. Faleminderit për teje që edhe këtë më taku mu, posaçërisht mu, me bo bisedë me mu edhe poezit. Ti ku më dhuru librin, ta dhurua. Mundesh me po poezit, shpresoj që do të pëlqejnë. Jam për 2021 jam këtë, po ma herët s'kom shkru. Ky është libri i parë, nuk kem shkru se kom punu. Kom punu s'm ka has koha, kështu mu fokusu ma shumë poezi, po këtë që erdha po taku ma shumë, lexova libra të ne shpreha dëshiren, të i nëndhum, të i shkru, të inspiru, të i shtur vargje, të i të ne i qita këtë, ja kom nisë i ju ma herët. Aha, për çka ka ma shumë që të libër këtore? Ka ma shumë për dashuri, për këtë që jam bërë këtë edhe qështë, kejtë i kom shrej atë qa kom dash, qa e në kont, që shi kom di, i kom shprej vargjet. Për nanën, është poezia për nanën, për femnat, e veresit, është që shme arrit, mos më nalë. Qysh ndihesh ti këtore kur shkruna? Vazhdon me shkrujt hala? Po, ende vazhdoj, libri 2 tash do të jetë ma i ram, ma shumë për jetë, do të jetë poezia të kej ndryshme, për jetë, për dashuri, patriotike, diçka, po kë është libri parë kom dash ma të letë, e libri 2 të jetë ma i ram. Ndjenje mirë është me shkru poezi, po tash edhe ma i mirë, së më jaftën kjo, du me shprej për vetet ma shumë. Çdo herë ma shumë e ma mirë. A ka lexuar shoqës e tua këto? A keni komentuar? Shpresoj. Po më mendimet e tyne kur mi kanë thonë të mira, këtë më kanë jep konente pozitive. Veç ja u kom hedhë një sy poezive tua, ndërkohë më ndal gishtit e faqja 14 edhe është qëndrojnë në muajt e Everestit, është poezia. Nëse kishe mujt me ma lexu edhe me më kallëzu pak a shumë tani për çet poezi, një varg 2 strofa, 3 strofa, sa të mundesh. Qëndroj në majët e Everestit, qëndroj në majët e bjeshkës të malsis, natyre mëngjesi me pa në dritë, ngritem në majët qëndroj sëdis e vrojtej, çdo herë edhe kur jeta me godet unë e qëndroj në majët e bjeshve ata ku kam dopsi, atje mbi majët me të larta në bot unë ri, qëllimet e mia me sukses që arri të kënaqem pastaj me të ëmblen liri, qëllimet e mia duhet të përfundoj me sukses, në jetë duhet të kem më shumë pozitivitet, njohuri të reja duhet të mësoj, të pres të arme në jetë të sfidoj. Në jetë tona shpresa gjallë në mban edhe nëse në rrugë e vetë me jem. Do të qëndroj në majet të malit të përmallashme, duke pritur bashkimin familjar. Qëndroj në majet të Everestit, bashkimin duke pritur, se një femër e fort s'tu hic me rrezojnë. Edhe nëse me godasin për tokë, prap ngritem e fort dhe eci me bindje a pas në let. Por kur ngritet do të jem e fort, nuk me le as lufta as tuhia. Ka marrë në dëshirë në këtë botë, andaj duhet të jetoj në majet e Everestit gjithë det. Ka që të për mbërë kështë që shetoj, me një alta gjurë. Ta desh të vërtetën, ta desh të ndjesh dhimbjen o njerëzim që sot e kam për brenda do të trishtoje. Ta desh jetën time që jetoj me nigme tash sa vite e mbyllur me detare me grila. Ta desh dhimbjen time gjembajnë në gji në shpirtin tim do të vetvritesh. Gjë që për rreth me duket shëmti, sa ngadal iken muajt e vitet. Të bësh një hap të mendosh të duket e lehtë. Si fjale është hapi parë i cili na ndaloj me duhet të ecë për enigme. Të gjesh këshill të njerëz është e vështirë, është e mendimet pozitive, me refleks një përparësie që na vjen pastaj vetvetio. Është këshill për shkrime ndim janë që ne ecëm para vullnetit, është diçka e mirë, na largon frikën e stabilitetin na sjell. Munona me punë, me mund, me këshyr për para, mos ndal mrapa, me vazhdu jetën ma tutje, edhe pse dënimi im nuk është shumë i madh i shkurt, po shpresoj të armen mu liru, me shku te familja. Ka nevoj për mu, unë kam nevoj për ta, se rasti jem është pak e aksidentit, e u kanë ndikun, po tash është këtë burgin, nuk është i rond, mu është i ki familjarët vinë vizita, po kem aktivitete, si pikturat filigramit, po angazhohem shumë mirë, rrobat qepsi, po punojmë. Çfarë mesazhi kishte dhënë ti krejt grave, nashta në krejt Kosovë, në krejt ato që kanë me dëgju?
punoni bënë të pandalshme, mos ndalni asnjëherë. Gjithë punoni për para ecni, edhe munoni me një zanat, me një punë. Qatë punoni s'është marrë me punu, gjithçka me nderë, me të mira. Uri me krejt, grave krejt shoqet ku jenë rreth anën bandë, ja uroj të morsin, inshallah priçi ma shumë vite, edhe të lumtur gjithnjë. Pa marrë parasysh sfida, sprovat, munoni koha është e shkurt, munoni me gjetë mundësinë me kanë të lumtur.